Shiko, unë jam marrë ca kohë me këtë temë, jo me do e mos për inteligjencë artificiale, për gjithmonë këtë përplasjen mes mes algoritmeve dhe dhe si më thon botës humane, përgjithësi. Çfarë ndodh? Unë e kam ndjek shumë në gazetari, sa aty kam fokusin tim dhe fushën time, dhe çfarë kam parë? Kam parë që kur krijohet një farë konvergimi total të teknologjisë dhe aktivitetit njerëzor, tentohen që shumë aktivitete që dikur bëheshin ndarat, fillojnë tash të bëhen në një platformë, të gjitha. Okej. Dhe duke u bërë atje të gjitha, mi fakultimi, ato e humbasin atë autenticitetin dhe fillojnë dhe adaptohen rregullave të funksionimit të algoritmeve. Pra, ti sot për qenë gazetar i suksesshëm, nuk duhet ti jesh një hulumtues i mirë, po duhet ti jesh një administrator i mirë i rrjetit. Ç'a bën kjo? Kjo e bën që e konverton aktivitetin hulumtues gazetaresk në një aktivitet marketingu dhe thithësh klikimesh. Dhe ndaj kalin debati, a është Facebooku një media? Pra, a janë rrjetet sociale media? Shikoni çfarë ndodh tani me propozimin e inteligjencës artificiale. Inteligjenca artificiale shton këtë dilemë që kjo pasuri e madhe që ka arritur të krijojë njerëzimi, a mundet të marrë rolin e administratorit, pra të zëvendësojë një aktivitet? Kjo është pyetja. Dhe përgjigjja është shumë e kollajt, jo, nuk mund ta bëj. Mos merremi me detaje, jo, diella jo, nuk mund, a mundet një inteligjencë artificiale të marrë rolin e administratorit, rolin e burokratit lart, rolin e institucionit, ta zëvendësoj dhe të krijoj, si më thon, një prezencë, një legjitimitet në kushtet e mungesës së administratorit siç ne e kemi njohur me status social juridik institucional. Kjo është pyetja, dhe sigurisht që nuk mund të ekzistojë jo për formalitete juridike, por sepse çfarë problemi kanë në rrjetet sociale dhe pse nuk mund të jenë media, ose pse ata bëjnë media, por nuk e pranojnë që janë media, dhe pse inteligjenca artificiale nuk mund të bëjë administratorin, do ta bëjë si një lojë, po kur të vi puna për t'i kërkuar llogari të thotë s'kam punën. Siç ndodh me rrjetet sociale, siç thot Zuckerbergu, thotë, shiko, te ne kalon thot gazetaria, por ne s'kemi lidhje me median. Sepse thot ai, unë jam një facilitet teknologjik, këtë mund thotë dhe diella. Diella mund të bëj vendimarrje, t'ja lën disa vendimarrje në dorë, po kur ti kërkon llogari pse u bë gabim, apo pse u bë me mungesë transparence, apo pse pati një problem, diella thotë, "Nuk ke me mua. Unë jam inteligjencë artificiale. Më kam programuar, nuk është faim." Më kupton? Ku t'ja kërkon llogarinë? Dhe në Facebook çfarë problemi kemi ne? Sepse informacioni deformohet, informacioni fillon dhe bëhet në kushtet e promocionit, pra shkrit me përmbajtje të tjera, dhe rrjeti social, Zuckerbergu thotë, unë s'kam punë me këtë gjë, se unë nuk prodhoj gjë. Po në fakt çfarë prodhon ai? Ai prodhon algoritmet. Algoritmet janë përgjegjësia e tij. Por ai heq dorë. Pra, ai dhe ka pushtetin dhe fshihet. Prandaj këto quhen black boxe, quhen kuti të zeza. Sepse informacioni ai që ndodh atje është e paksesueshme. Ti nuk e di se ç'a ndodh aty brenda. Dhe jeta e black boxit është, me thënë, një farë depozite ku ruhet në mënyrë, si të thënë, jo shumë të edituar apo të orientuar, një informacion i caktuar. Dhe është kuti e zezë, ajo nuk ka vullnet, ajo nuk heqet dhe vë, ajo thjesht akumulon. Dhe ne jemi në të njëjtën gjë, sepse duke ja transmetuar, duke ja lënë këtë përgjegjësi kutive të zeza, ne heqim përgjegjësitë nga vetja. Ku këta administrator që i përdorin ata, thotë që nuk e kanë bërën, e ka bërë inteligjenca artificiale. Ndërshkrim ke inteligjenca artificiale thotë ç'pun kam unë, do thonë ç'afaj kam, ç'a përgjegjësi kam unë për këtë gjë. Ktu është për mua problemi kryesor
Dhe këtu krijon ato situata që në literaturë quhen isomorfism, ku shkrihet logjika algoritmike me një proces pune që nuk ka lidhje me të. Dhe duke e futur këtë aktivitet nëpërmjet logjikës algoritmike, aktiviteti merr logjikën algoritmike, pra shkrihet, bëhet një me logjikën algoritmike. Dhe këtu humbet pastaj ajo që quhen dhe ekoja emri veprimi, pra ne nuk e kuptojmë më tani se kush është realisht autori i kësaj dhe kush është, si më thënë, furnizuesi i kësaj. Dhe kush mban përgjegjësi? Kush mban përgjegjësi për këtë? Kush mban përgjegjësi, po. Keme qindra portale që i kanë rrjetet sociale, të cilat bëjnë qarkullime koka shlajmi që i kanë me inteligjencë artificiale, i kanë të gatshme. Të gjitha ato na kalojnë neve parasysh, ne i klikojmë ato dhe i shohim kush është mbas atyre, kush mban përgjegjësi për ata. Asnjëri nuk ulet me punu për ata, janë thjesht motor automatik që prodhojnë koka lajmi. Dhe neve na dalin ato përpara. I shikoj me qindra me mijëra njerëz, sigurisht unë i dalloj direkt dhe nuk i shoh dhe i kaloj. Por masa njerëzve nuk i kupton. Dhe momenti që hapësira përmbytet me gjithë këto motor kërkimi, me këta automatizma, me këto inteligjencë artificiale, atëherë kush informacioni vërtet, kush ma ndan mua? Kush ma ndan mua burokratin nëse ti gjithë procesin e vendimarrjes, procesin politik, procesin mbi gjitha intelektual, social që ka vendimarrja nga pas, ma fshen nëpërmjet një algoritmi, nëpërmjet një inteligjencë artificiale, ku ta kërkoj unë pastaj? Ku ta kërkoj llogarinë? Mos t'i hyn pastaj që vetë inteligjenca artificiale ka probleme me paragjykimet, ka probleme me informacionet që arrin të përpunojnë, sepse edhe ajo është një teknologji e cila furnizohet me informacion dhe dim që nuk ka mundësi në këtë dynja që një inteligjencë artificiale të ketë vërtetën absolute, nuk e ka dot. Atëherë edhe ajo është një mundësi, një alternativë e cila mund të ishte ndihmëse, po jo ne të zëvendësojmë aktivitetin, themi na i bën inteligjencë artificiale. Qartë. Mirë, Ervin, unë të falenderoj shumë për bisedën edhe për gjithë ekspertizën tënde, sidomos në këtë pjesën e fundit, e cila ishte mjaft interesante për hir të së vërtetës. Faleminderit. Gjithë mirë dhe më pash. Ishim me pedagogun dhe aktivistin Ervin Goci, folëm për aktualitetin politik në vend. Një shkëputje e shkurtër, i kthehemi menjëherë për të vijuar me rajonin dhe botën. Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë, do të vijmë të flasim në fakt për aktualitetin ndërkombëtar dhe atë që lidhet me zhvillimet në Kosovë ditët e fundit. Kam kënaqësinë që të kem të ftuar në studio këtu bashkë me mua zotin Floriar Arapi, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare. Përshëndetje, faleminderit që jemi së bashku. Faleminderit. Po nis me disa zhvillime ndërkombëtare që patjetër lidhen me lindjen e mesme edhe me atë se çfarë po ndodh në Gaza. Organizata e Kombeve të Bashkuara publikoi një raport mjaft të ashpër, po themi, deri tani në raport me atë se çfarë po bën Izraeli, ku sipas këtij raporti Izraeli ka përmbushur 4 nga 5 kriteret për të quajtur, po themi, gjenocid ajo se çfarë po ndodh në Gaza sipas OKB-s. Ndërkaq ofensiva vazhdon, ka hyrë në një fazë edhe më të ashpër në Gaza. Po të themi që një pjesë e madhe e popullsisë së Gazas është zhvendosur, gati 40% të mos gaboj. Si e analizon këtë situatë? A është një vendim i fortë ky i OKB-s? Po kjo është ndër vendimet më të forta që mund të bëjë OKB-ja. Por megjithatë nuk vlen për asgjë, fatkeqësisht nuk vlen për asgjë, sepse ndaj Izraelit OKB-ja ka mbajtur qëndrime të tilla, ka ngritur një numër të madh, ka miratuar një numër të madh rezolutash, më shumë se 200, mos gaboj. Dhe Izraeli nuk pyet për askënd. Pra, fatkeqësisht ne kemi gjithë shtetet e botës një krah që përpiqen të ruajnë apo të zbatojnë të drejtën ndërkombëtare, dhe në krahun tjetër një shtet arrogant, siç është Izraeli, që nuk do t'ja di për askënd, as për OKB-n, as për aleatin e tij të ngushtë, le të themi, ose babain apo nënën e tij, domethënë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai është bërë si një fëmijë i llastuar, dhe shpeshherë fëmijët e llastuar ata bëhen përbindshë, dhe fatkeqësisht ne jemi në një stad të tillë. Ai është bërë si një përbindësh që nuk pyet për askënd.
Dhe fatkeqësisht në raste të tilla, ata le të themi dëmtojnë apo shkatërrojnë edhe babajnë e tyre dhe të gjithë këtë dhunë, gjenocid dhe këtë arrogancë që është duke kryer Izraeli, e gjithë kjo ka ndikuar jashtëzakonisht shumë keq edhe për imazhin e Shteteve të Bashkuara në botë. Kurse për sa i përket OKB-s, ata për të qenë më i saktë, ata kanë vrarë rreth 200 punëtorë të OKB-s në Gaza. Pra OKB-n ata nuk e llogarisin fare. Bile si shpeshherë kanë quajtur si terroristë, si mbështetës të terroristëve, sepse ju nuk e quani terrorist Hamasin, sepse kush nuk e quan terrorist Hamasin, për Izraelin është terrorist. Dhe e tillë është OKB-ja për ta. Kështu që nuk besoj se ka për të ndryshuar në gjë. Megjithatë, në imazhin ndërkombëtar Izraeli është duke u fundosur dita ditësh dhe kjo ka pasur për të pasoja shumë të rënda për të në afat shkurtra dhe afat mesme mbase, dhe kjo është. Në këtë kuadër, çfarë synojnë, po themi, gjitha se u mbajti edhe mbledhja e Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara para ca ditësh që u miratua një rezolutë jo detyruese, po themi, për dy shtetësinë, atë propozimin e hershëm, ku Shqipëria edhe abstenoi, ishte ndër 12 vendet që abstenuan, 10 ishin kundër dhe rreth 142 të tjera ishin pro. Të gjitha këto veprime, të cilat duken të pafuqishme në pamjen e parë, çfarë po synojnë të bëjnë? Sepse duket që praktikisht Izraeli nuk është se po i pyet shumë. Shiko, është një fjalë popullore, ose jo popullore, është një lloj, le të themi, rregulli apo që thotë liria fitohet me qak. Fatkeqësisht Palestina, Gaza ka humbur shumë jetë dhe shumë fëmijë, mirë po kur nuk ka qenë në një nivel të tillë ndërkombëtar çështja dhe kauza dhe mbështetja ndaj Palestinës. Dhe jo nuk ka qenë, por nuk ka pasur asnjë çështje ndërkombëtare në gjithë historinë që ne njohim, të historinë e dekadave, le të themi, të fundit apo që mas luftës së dytë botërore, që e gjithë bota, të gjithë popujt e botës të kenë mbështetur ndonjë popull të caktuar apo një shtet të caktuar siç është Palestina. Pra atje në Spanjë që po shohim kohët e fundit, po edhe gjatë gjithë kohës. Në fakt, kryeministri i Spanjës ka qenë shumë i zëshëm dhe mjaft i guximshëm, po them, në kërkesat e veta. Ata e kanë tejkaluar, e kanë bërë si çështje të brendshme çështjen e Palestinës. Pra popujt e janë ngritur në një nivel të tillë, populli spanjoll është ngritur në një nivel të tillë protestas dhe kërkesa, saqë e kanë bërë si e kanë trajtuar si çështje të brendshme. Dhe ky kryeministri spanjoll tha, unë ndihem krenar, tha që populli im mbështet një kauzë së drejtë. Po nuk është vetëm populli i Spanjës, shumë popull të tjerë në Evropë kanë bërë të njëjtën gjë. Dhe atë që po thoja në fillim është që ky gjaku i këtyre fëmijëve dhe këtyre palestinezëve të pafajshëm të vrarë me 10 mira, që numri është afërsisht rreth 80.000, përveç atyre 65.000 që janë të regjistruar, janë një numër të madh njerëzish, rreth 15.000, 14.000, 15.000 që janë në rrënoja, dhe përveç këtyre ka një numër shumë të madh të paregjistruar që kanë vdekur për arsye të tjera, për arsye mos ushqyerje, për arsye të mungesës të shërbimit shëndetësor. Kujtojmë këtu që Gaza është prej 2 vitesh pa drita. Po. Dhe gjitha këto, ky gjak i le të themi i derdhur i këtij populli të shkret, ka pas një le të themi një fitore që nuk kthehet dot mbrapsht kurrë. Liria e tyre është, le të themi, është garantuar nëpërmjet kësaj këmbguljeje të madhe dhe nëpërmjet kësaj rezistence kaq të madhe
për mos të shkullur nga vendi i tyre dhe për të qëndruar, domethënë, atë dhe dashurisë së tyre në vendin e tyre. Dhe kjo është duke dhënë rezultatet, dhe një nga rezultatet kryesore të kësaj pune është që pothuajse të gjithë shtetet e Evropës, përveç Gjermanisë, e cila është e lëkundur që edhe ajo ka deklaruar që edhe ajo mund ta njohë shtetin e Palestinës, pothuajse të gjithë shtetet e Evropës që ishin shtetet e vetme të botës që ngelur pa e njohur Palestinën, jo të gjitha, se një pjesë e kanë njohur më parë, pothuajse të gjitha po e njohin atë. Pra Britania e Madhe deklaroi qartë se ne do ta njohim, Franca deklaroi qartë, Spanja Spanja po Kanadaja, Australia, Kanadaja, Australia dhe Luksemburgu, Belgjika, Hollanda, po plotësohet që e gjithë shtetet e botës po e njohin. Dhe atëherë në si kundërreagim, ky Netanyahu ka thënë që ju njiheni, po ju do ta njiheni në letër. Sepse unë do ta pushtoj në terren s'do keni edhe do ta pushtoj edhe bregun perëndimor dhe do ta aneksoj totalisht bregun perëndimor. Në fakt kjo është një lloj le të themi budallalliku, për arrogancën e nivelin e budallallikut të tij. Sepse në qoftë se ti vendosesh kundër gjithë botës dhe armison të gjithë botën me veprimet e tua, herët apo vonë ti do t'i vuash pasojat e asaj. Dhe fatkeqësisht pasojat e kësaj nuk do t'i vuajë Netanyahu, se Netanyahu nuk është çudi që nesër apo pas nesër do përfundojnë në një burg, por do t'i vuajë vetë populli dhe shteti izraelit. Do t'i kërcënohet bashkëjetesa dhe do t'i kërcënohet ekzistenca e tij në atë vend dhe me ato dy shtetësinë që neve po flasim. Pra, po ta marr si shembull, neve e shohim si diçka kemi parë gjithmonë si diçka tejet negative Miloševićin në Serbi, në ish Jugosllavi. Mirë po, në qoftë se do ishte një diplomat si Tito apo se tjerë, nuk është çudi që Jugoslavia do vazhdonte bashkëtesën. Nëse do toleroheshin të drejtat, nëse nuk do shtypeshin njerëzit, nëse nuk do dhunoheshin pa mas, nëse nuk do vriteshin aq shumë si u vranë në Bosnjë 250.000, 260.000 bosnjak musliman. Pra, nëse nuk do ndodhte eksodi i shqiptarëve të Kosovës që detyroi pastaj ndërhyrjen përfundimtare. Atë unë ish me fat në atë çështje. Unë e konsideroj si fat, po kuptohet, unë mora si shembull Boshën sepse viktimat e Boshës ishin shumë të mëdha.